Pikërisht ne këtë jemi munduar të bëjmë dhe po të marr rastin më të fundit që është edhe më flagranti. Ditën e sotme u ka mbajtur një qendrim publik, një deklaratë zyrtare nga selia e Partisë Demokratike në lidhje me një projekt tjetër, me një aferë tjetër korruptive, ato të Milot Ballldrenit, e cila vetëm në fazën paraprake do t'i kushtoj taksapaguesve shqiptar të paktën 365 milionë euro. Po e them vetëm në fazë paraprake, pasi parashikohet që deri në fund kostoja totale shkojnë në 1 miliard euro. Pra të jetë le të themi projekti më i kushtueshëm infrastrukturor në historinë e Republikës Shqipërisë. Po si mundet që Belindi dhe një ekip i ngushtë me cilin unë punoj, të futemi në Google dhe të gjejmë të dhëna dhe të gjejmë 217 procedura tenderuese publike të njërës prej kompanive pjesë të konsorciumit që ka marrë, që ka fituar, shpallur fituese së bashku me kompaninë Salillari e kësaj kontrate, dhe Spaku mos di asgjë. Dhe si mundet që Spaku, një muaj më parë, një prej pronarëve të këtyre kompanive që kanë fituar këtë tender, ta shpall me mas sigurie, të nxjerrë edhe gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit mas sigurie për njërin prej pronarëve, dhe si mundet që të mos sekuestrohet kjo kompani, të mos vetë në sekuestro, një kompani e lidhur ngushësisht me persona që janë drejt për drejt lidhur me klanin Aruba dhe me trafikun e drogës, dhe nga ana tjetër kjo kompani të ketë rezultuar fituese 217 tenderave publik në vend, me vlera 10 milionë euro. Kjo ndodh sigurisht me vetdijet plot nga ana e Spakut, por ne si deputet, po e them edhe një herë, ne nuk jemi prokuror, ne nuk jemi agent të Byros Kombëtare të Hetimit dhe nuk jemi ndihmës prokuror. Por ne bëjmë detyrën si deputet. Çfarë informacione kemi? E kuptova Belindi, në qoftë se ne bëjmë publike. E kuptova. Ne kam dhe një pyetje tjetër të fundit për këtë. Ka një rëndësi shumë të madhe të dalin 3 emrat, a 2 o 5 sa kanë qenë, se nuk është që keni punuar ju as ndër dikush tjetër, as organet ligjzbatuese shqiptare, kanë materiale të xhiruara ose jo, agjenci shumë të fuqishme si Idea apo agjencitë e tjera të vendeve të tjera. Si mund të kthehet në një telenovel ato 3 emra? Pse? Se ato 3 emra, kushdo qoftë që janë ata, jo vetëm duhet të gjendet urgjentisht, por duhet të jetë konfirmuar nga, shiko, ne nuk kemi mundësi të gjejmë në mënyra të tjera. Jo nuk jeni agent, po edhe ne nuk kemi agent, por ama gazetarët kur kanë patur mundësi kanë gjetur. Kështu që ka ardhur momenti, Belindi, që ju të keni mundësi të gjeni ato 3 emrat dhe mos bëni telenovela turke duke dalë në për intervista Majtas Djathas, thoni një gjysmë emër, një çerek emri, mund të jetë, mund mos jetë, po ta dim, po ta njoh. Domethënë Djema e vajza e zonja të Partisë Demokratike. Gjeni dhe konfirmoni këto 3 emrat, sepse mund të jenë që të filloj rënja e dominove të kësaj qeverisjeje. Mund ta bëni këtë? Patjetër ne bëjmë gjithçka që kemi në mundësi dhe në kapacitetet tona për ta bërë publike në të mirë të opinionit publik, në shërbim të interesit publik, edhe në informim qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Çfarë do e dhënë që ne kemi poseduar, çfarë do e dhënë që na vjen si opozitë, çdo informacion që na vjen si Parti Demokratike, ne e bëjmë publike në mënyrë të menjëhershme për të pasur dhe një presion pozitiv ndaj institucioneve të drejtësisë për të bërë drejtësi. Sado që këta i zhduken historitë, sado që tentojnë t'i fshehin, ju keni rastin më flagrant dosjen Aruba. Askush nuk e ka besuar Sali Berishën fillimisht kur ka folur për këtë dosje, të gjithë e kanë kritikuar, por koha i dha të drejtë dhe u faktua që ajo është një dosje e vërtetë që ka të bëjë me një grup kriminal, me disa nga eksponentët më të mëdhenj të karteleve drogës në Amerikë Latine dhe në Europë, të cilët me hartën e Shqipërisë në tavolinë bashkë me eksponentë e Ramës ndanin Shqipërinë si plaçk private. Dhe koha e ka faktuar dhe i ka dhënë të drejtë Partisë Demokratike dhe opozitës. Por në situatën ku ne ndodhemi, duhet kuptosh që në një represion total, në një censurë totale, ne vijojmë të bëjmë maksimumin për të bërë transparencë. Ju keni zhvillimin më të fundit, deklaratën e eurodeputetit çek ditën e djeshme në Syri TV, që Edi Rama po transporton, po nxjerr lek, pasuritë që i ka vjedhur qytetarëve më të varfër të Europës, shqiptarëve, po i nxjerr nga Shqipëria përmes familjarëve të tij, është një deklaratë që nuk është transmetuar në asnjë media tjetër veç Syri TV. Pra duhet kuptoni dhe realitetin me cilin përballemi. Por të gjitha këto raporte ne i çojmë dhe në gjitha agjencitë ligjzbatuese partnere të vendeve partnere me të cilët kemi bashkëpunim, informojmë gjithë partnerët tanë kudo ku janë në Europë dhe në Perëndim dhe sigurisht vijojmë të bëjmë detyrën tonë. Dhe nga ana